këtu kemi një mungesë të kujdesit prindor, fillimisht. Kysh prej natës parë ka mungu mbrojtje viktimave, po folëm për raste kur kanë ndodhur. Ka pas asnjë psikolog të qendra për punë sociale, e kanë bastardu shpërndarjen e shërbimeve sociale disa ministrit financave, disa ministrit drejtësisë. Në momentin që ka dalë raporti prej Institutit Forenzikës, menaxherët arrestu personat e parë, pas ndërhyrje në menaxhim të rastit nga niveli politik, ka ndërhyrë edhe stafi i ministrisë drejtësisë, edhe stafi politik i komunës Prishtinës. Për çet rast unë kam gjetur vetëm disa pika që do të lexoj ku janë dështimet e të gjithëve. Do shta dikush nuk do të pajtohet edhe unë kam qef me pas kundërshtia dhe debat me secilin, me pas se ku jem. Dhe janë disa pika të cilat shkurtimisht, pastaj mujna në mënyrë mas zhërume mi diskutue. Pikërisht këtu kena dojmë, se sot po flasëm për një të mitur e cila në atë kohë ka qenë 11 vjeçare, tani më është 14 vjeçare, veç ka hy për vitin e 15, sepse tash është 14 vjeçare edhe për do të thonë ka kaluar, se kam dhënat e sakta. Mirë po, çka kemi bëjmë këtu? Këtu kemi një mungesë të kujdesit prindor, fillimisht. Kemi parasysh. E kemi një diferencë të madhe mes prindërve dhe familjes, që është një dy bota të ndryshme në këtë rast. Kemi mungesë të pjesëmarrjes në rast të mbrojtjes viktimave kur ka marrë pjesë vetëm punëtori social. Qysh prej natës parë ka mungu mbrojtje viktimave, e cili është i obliguar që të jetë në rastet e trafikimit. Dhe nuk ka arsye kem staf, nuk kem staf, arsyeja që ka qenë në raporte. Kemi mungesë të psikologët në QPS, po folëm për raste kur kanë ndodhur. Ka pas asnjë psikolog të qendra për punë sociale. Kemi pas mungesë edhe kemi mungesë të themelimit të organit kujdesarisë që është një trup që përbëhet prej profesionistëve të fushave të ndryshme. Kem pas mungesë të profilizimit të stafit, sepse stafi punon të gjitha punët. Kem pas gabim në mos funksionimin e këshillit të përgjithshëm të shërbimeve sociale familjare që një vjet e gjysmë nuk ka funksionuar dhe stafi që PS-ve ka mbetë pa licencë. Është duhet të trajtoj rastet pa licencë në mungesë të sepse këshilli nuk ka funksionuar për shkak që ka qenë në Ministrinë e Financave, pastaj ka kaluar në Ministrinë e Drejtësisë, edhe u kriju një vakum, një zbrastirë ligjore diku një vjet e gjysmë, edhe në këtë rast nuk ka pas licenca për shkak të fajit të ministrisë, jo të stafit i cili ka qenë aty. Pastaj kena pas problem me mungesën e Ministrisë për Politika Sociale dhe Familje sepse e kanë bastardu shpërndarjen e shërbimeve sociale disa ministrit financave, disa ministrit drejtësisë, që kjo është shembull në këtë atant kur kombot nuk ka shërbime sociale në ministrit drejtësisë. Kjo është rasti veç te Kosova. Pastaj kemi pas problem mbi kthyrjen e vonesën shumë të madhe të Institutit të Forenzikës në sjelljen e raporteve. Në momentin që ka dalë raporti prej Institutit Forenzikës, menaxherët arrestu personat e parë. Domthonë kanë qaluar se kena shumë punë dhe nuk e kanë ekzaminuar telefonin edhe këto. Ai ka zgjat ka zgjat derisa u bë publike. Në momentin që u bë publike ka hyrë parad, sepse nuk është shkruar pastaj. Na kemi problem? Kemi problem në sigurinë dhe në mbikëqyrjen në strehimorën shtetërore, e cila menaxhohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme, sepse edhe aty flitet që ka pas diçka pastaj. Kemi mungesë të psikologët në strehimore. Tash llogaritën e strehimore për viktimat e trafikimit, nuk ishte psikologë mbrana, u duk shërbimet mi kontraktu nga jashtë, mi çu psikolog mbrana, edhe ato herë për një organizatë, kush ka bërë Ahmet në art, sepse nuk ka pas diçka që është e mbrëmshme që duhet të jetë. Pastaj, trajtimi i rastit për Ministrisë Drejtësisë. Ky rast është dashur të trajtohet për Ministrisë Punëve të Brendshme, sepse trafikimi edhe dhunimet që janë pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, sepse aty është mekanizmi, edhe strehimorja shtetërore është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, jo në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Po kur i kanë marrë kompetencat, kanë vazhduar ashtu. Ka qenë gabim në raport në media, ka pas raportime skandaloze, sidomos ka qenë një rast ku RTK-ja ka transmetuar një kronikë e cila tonë ka ndikuar personalisht edhe për largim edhe prej vendit punës. Pastaj ka pas ndërhyrje në menaxhim të rastit nga niveli politik, ka ndërhyrë edhe stafi i Ministrisë Drejtësisë, edhe stafi politik i komunës Prishtinës. Ka ndërhyrë në menaxhim që është kundërligjore. Çfarë mënyre zotëri Muzo? Ka ndërhyrë sepse ka ndërhyrë edhe në vendimmarrje kush e menaxhon dhe ku do trajtohet rasti dhe kush edhe kanë pas edhe takime të përbashkëta për neve pa neve. Nuk guxon mi ndërhyrë në menaxhim të rastit në aspektin profesional stafi politik. Është ligji i cili e ndalon saktë këto. Pastaj çka ka pas? Ka pas mungesë të seriozitetit për trajtim jashtë vendit. Kom pas kontakt me gjithë ambasadat deri te presidenti i shtetit, ku kërku ndihmë prej të gjithëve që hajde ta trajtojmë këtë rast jashtë sepse s'kem kapacitete. Ndoshta të ndrojmë edhe identitetin, të trajtojmë dikun edhe ta ruajmë si dëshmitar në rast. Mirë po s'ka pas rezultat as pak. Ku ka qenë pastaj gabime tjera? Forma e komunikimit ka qenë e jashtëzakonshme. Më fal se po duam mundohesh të trajtimi jashtë. Çka ka qenë kërkesa për mu trajtu jashtë, për shkak se nëse është konstatu prej
qendrës për punë sociale që nuk kemi kapacitetin me trajtu viktimët. Çka ka qenë kërkesa për më shku jashtë? Ka pas institucione sepse me ligjin të trafikimit lejohet që viktimat e trafikimit të trajtohen edhe jashtë shtetit në aspektin ndërkombëtar për shkak se ruhet privatësia, konfidencialiteti, edhe ruhet që dëshmitar në rast, edhe ta kemë si dëshmitar, për shkak se ne dim që në Kosovë s'kemi institucione që i trajtojnë këto raste. Veç vazhdoj edhe me pak sepse janë shumë e rëndësi. Ka qenë forma e komunikimit shumë, domethënë niveli qendror, niveli lokal ka komunikuar në formë hasmore, sikur presion, jo bashkëpunim për me gjetë rastin. Ka qenë gabimi fatal, që ka qenë 1 javë para ndërheqësimit, 2 javë ashtu, kur policia bashkë me prokurorën pas një takimit që kemi pas në grupin ndërministror, e kanë rru shkallën e rrezikshmërisë prej të lartës në të ultën. Pa kalu fare në mesmen, as pa përfill me ndihmën e grupit për ndihmë direkte.